Dhe nuk ka nevojë as për diskutim, por nëse mua mund të mlejo, dhe Ilirianin unë e kam goxha mikeshëm, të jemi sinqert për te politikës, ajo që kam ka bërë përshtypje këtë ditë dhe që më ka ardhur mendje gjatë gjithë kohës. Ishte Iliriana kandidati përballë Manastirliut. Manastirliun po prap nuk diskutohet. Ilirianin kam konsiderat personale, Manastirliun, as nuk diskutohet patjetër. Po që më le ta mbaroj vetëm këtë pjesë, sinqerisht. Jo, se kjo është interesante. Ka eksperiencë politik, ka eksperiencë menaxhimi institucioneve. Po jo, nuk është vetëm kjo çështje, tani mos u kam vetëm një detaj, por ka në tërësi. Por përveç kësaj, të lutem Gerda, se dua ta them dhe patjetër që është shumë e rëndësishme. Sot më ka ndërmend për shembull teksa po dëgjoja dhe diskutime që janë bërë dhe dje tek review-ja, më erdhi një diskutim që kam pasur me një mik timin që të mos merresh me politikë është politik në vete. Dhe unë po shikoj në këto momente dhe Partinë Demokratike, pra me këtë diskutimi që bëhet për kandidatët apolitik, që po flet me këto aleatët me partitë e tjera të opozitës dhe që diskutimi është që të mos jetë një kandidat politik dhe kuptoj shumë mirë është lëvizje politike që nesër me datë 10 nëntor të thoj që shiko se ne provuam me gjithë të faktorët e opozitës që bëjnë presion Partisë Demokratike, e provuam dhe nuk ka ndonjë valencë madhe në elektorat, pavarësisht se janë parti opozitare. Për justifikuar humbjen, thua? Dhe e dyta është për të justifikuar humbjen në sensin që shiko se Partia Demokratike është partia kryesore. Pra është një formë shumë e bukur, është një lëvizje politike e Berishës, si pastaj për të treguar valencën që ka në publik dhe në elektorat në lidhje me Partinë Demokratike, dhe sigurisht këtyre partive të vogla që tentojnë të diktojnë. Gjithë e din valencën ta që ka zonja Manastirliu, askush nuk mundet që të fitojë përballë saj në sensin e një gare elektorale, por që unë nuk e besoj sa askush. Absolutisht tek Partia Demokratike dhe tek opozita nuk e besoj që ka një kandidat i cili vërtet do ta që zonja Manastirliu të shprehej shumë krenare që të ka pasur ty në ekip. Jo ti që ke pasur zonjën Manastirliu, të lutem. Unë vazhdoj dhe të lutem, më lejo ta. Ajo është ndjesia ime, është unë Mirgitin e një në shoqëri civile. Unë Mirgitin e një në aktivitete sociale dhe realisht Mirgiti thjesht është në vendin të gabuar në Partinë Socialiste, sepse është profesionist shumë i mirë dhe djalë shumë i mirë. Sipas te, sa është shumë i lumtur Iliriana. Lumturia është nocion shumë absolut. Pra, dua t'i them Mirgitit që ne nuk jemi në garë me Manastirliun, se nuk e ka kush llogari fare. Të lutem. Ne jemi me Edi Ramën. Janë garë me vetëm. Jo, jemi me Edi Ramën. Ne jemi në garë me Edi Ramën. Është një garë brenda opozitës. Janë gjithë ditët po bëhet vetëm gara brenda opozitës. Të lutem. Po bëhet vetëm një garë brenda aktorëve të opozitës. Ne jemi në garë me Edi Ramën. Kryetari i bashkisë është Edi Rama, kryeministri është Edi Rama, kreu i gjyqësorit është Edi Rama, pra çdo pushtet sot e ka Edi Rama. Nuk i ka problem fare emra, Edi Rama nuk e ka fare problem as Ogertën, pse ka vënë Ogertën, në gjykimin tim personal. Duke qenë se Ogerta është me ambicje mesatare, ka gjetur personin të cilin ta çojë në krye të bashkisë. Pse? E provoi me Erion Velin, dhe në momentin që Erion Velia tentoi të merrte partinë, i bëri atë që i bëri brenda partisë dhe sot ndjeti praktikisht nga gjithë partia.